Unë quhem Refation Limaj, me origjinë nga Kuçi i Vlorës, rritur në një familje punëtore, në një familje të thjeshtë dhe me tradita, dhe si shumica prej nesh duke hequr në kurriz hallet dhe problematikat e këtij vendi. Vendosa të bashkohem me Lëvizjen Bashkë për faktin se është një alternativë e re, do të thoja, është e vetmi alternativë e re e cila është e pa përlyer mendotësitë e politikës 35 vjeçare shqiptare. Nëse do ta shikoni njëri tjetrin drejt në sy, do të venim re një të përbashkët ndërmjet shumë të tjerave. Dhe a dini se çfarë është kjo e përbashkët? Është fakti se gjithsekush nga ne ka të paktën një familjar apo të afërt i cili është i larguar nga ky vend. Dikush ka vllajin, dikush ka motrën, dikush ka prindrit, dikush ka nipin apo mbesën, të cilët e detyruan të largohen nga ky vend për të gjetur një të ardhme më të mirë për veten e vet në emigrim dhe për të ndihmuar financiarisht ata që lanë mbrapa. Pikërisht këto janë dhe shumë të tjera janë rezultatet e politikës 35 vjeçare në Shqipëri. Dhe kur dhe përsëris kur ky vend i begak nuk duhet të përjetojë të njëjtat vuajtje dhe të njëjtat peripeci që ka hequr deri më sot. Një arsye tjetër pse u bashkova me Lëvizjen Bashkë është fakti se në këtë parti politike ka njerëz të cilët nuk pyesin se çfarë mund të zhvasin apo çfarë mund të marrin apo çfarë mund të vjedhin nga ky vend, çfarë mund të përfitojnë personalisht, por ka njerëz të cilët hedhin sugjerime dhe japin ide se si mund ta përmirësojnë situatën politike dhe mirëqenien në vend. Ne si Lëvizje Bashkë nuk mund t'ju ofrojmë më shumë se ndershmëria, puna e pahequr drejt përmirësimit të mirëqenies sociale dhe luftës dhe korrupsionit. Të nderuar të pranishëm, dhe pak ditë në ndajnë nga zgjedhjet e përgjithshme parlamentare, dhe do doja të shfrytëzoja rastin për të dhënë dy mesazhe përmes vlorës historike mbar shqiptarëve. E para është merrni pjesë në votime, për shkak se vetëm të bashkuar ne mund t'ja dalim, sepse vetëm të bashkuar ne jemi më të fuqishëm se çdo politikan, jemi më të fuqishëm se çdo oligark, dhe jemi më të fuqishëm se çdo band kriminale që e ka zënë peng këtë vend për 35 vite. Kini guxim, dhe kur shkoni në kutitë e votimit, kujtohuni që në dorën tuaj gjendet një përgjegjësi e madhe. Dhe kjo përgjegjësi është e ardhmja juaj, është e ardhmja e fëmijëve tuaj dhe nipërve mbesave tuaja. Vlerësoni programin politik të çdo partie, vlerësoni programin politik të Lëvizjes Bashkë, votoni numrin 2, dhe mos harroni që në kutitë e votimit, në vetminë e kutisë votimit, as Edi Rama, as Sali Berisha dhe as bandat e tyre nuk ju shikojnë, por Zoti ju shikon. Faleminderit.